Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhur falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun xhalla xhelalu që nga këto mësime që po i marrim nga fjalët e Allahut te baraka ve taala, Allahu na i përmirëson zemrat tona, adhurimin ndaj Allahut, na përmirëson gjendjen dunjë dhe të na bën ngritje drejtësh në ahiret. Ne jemi edhe sonte me surën Al-Qamar, këtë surë që kemi filluar me trajtu më herët disa javë me radhë, dhe sonte shpresojmë që ta përfundojmë inshallah surën Al-Qamar. Kemi thënë se Allahu azza wa jalla në këtë surë ka përdor një formë pak më kërcënuese të fjalimit në raport me disa kategori të caktuara të njerëzve. Kategoritë e rebelimit, kundërshtimit dhe refuzimit të fjalës së Allahut te bareka ve taala. Dhe padyshim se ai që përcjell, domethënë rrjedhën e këtyre ajeteve, kupton se pas gjithë këtyre argumenteve, pas gjithë këtyre dëshmive dhe provave, pas gjithë këtij afati për gdhele dhe begatimi, padyshim se puna më e ligë që mund ta bëjë njeriu është refuzimi. Prandaj kërcënimi realisht është në përputhje me ligësinë e tyre. Nuk duhet shikuar vetëm anën e kërcënimit, se si Allahu xhallahu i kërcënon, por për ta kuptuar se kërcënimi është shumë në vend dhe i duhur, kuptoj ligësinë e tyre që e kanë treguar në raport me kujdesin e Allahut azza wa jall për udhëzimin e tyre. Dhe Allahu xhallahu ka sjellë shembuj të përvojave të mëhershme të popujve që janë shkatëruar. Dhe janë shkatëruar pikërisht për shkak të një mentaliteti të përbashkët që kanë pas. Edhe pse dallimi në kohë dhe në zona ku kanë jetuar ka qenë dallimi i madh. Prandaj të ndërozë, kjo është dobi shumë e rëndësishme që duhet ta kemi parasysh nga kjo surë dhe shumë surë tjera. Shpesh njerëzit mund të dallojnë në kohërat që jetojnë, në hapësirën gjeografike që ata e zënë. Mund të dallojnë shumë mes vete, largësi të mëdha gjeografike dhe historike. Mirë po, kur dëgjon çka flasin, qëllimet e tyre, konstaton se sikur të jenë fqin të afërm. Një mentalitet, një reagim, një qëndrim, a thuall pse është kështu? Për faktin se është një mësues, ai është shejtani mallkuar. Mësimet e njëjta i shpërndan dhe viktimet pastaj reagojnë në njëjtën mënyrë. Ke pasur kurse për shembull edhe një smundje që realisht shkaktohet nga një virus i caktuar. Zakonisht sheh që njerëzit kanë të njëjta simptoma, të njëjta reagime dhe mbi bazën e kësaj bëhet edhe trajtimi i tyre. Edhe pse njëri ka një virus ndoshta në lindjen e largët, e tjetri në fund dunjos dikun, i sheh që kryesisht i kanë simptomat e njëjta. Mund të kenë disa dallime për shkak të gjenetikës së tyre apo rezistencës imunitare kështu me radhë, mirë po në përgjithësi i kanë reagimet e njëjta, i kanë dhimbjet e njëjta. Pse? Virusi është i njëjtë, smundja është e njëjtë. Prandaj edhe Kurani është për çdo kohë dhe për çdo vend, se Kurani nuk mirret me njerëzit e caktuar, nuk mirret me kohë të caktuar. Kurani mirret me smundjet e njerëzimit, që janë të përhapura në çdo kohë dhe në çdo vend. Ato mund të kenë të disa dallime kozmetike, formale në manifestim. Mirë po në esencë janë të njëjta. Prandaj Allahu xhallahu ka përmend popën e Nuhit, më herët Thamudin, Adin, ka përmend se si janë shkatëruar. Dhe ti ke pasë mentaliteti ka qenë i njëjtë. Refuzimi për shkak të kalkulimeve e psharake. Domethënë ka ardhur shpallja, ka ardhur udhëzimi. Kanë qenë provat e mjaftueshme, mirë po para se ti pranojnë provat, kanë kalkuluar. Çka ndodh nëse unë pasoj pejgamberin, valla ndodh kjo, s'kam hesap, ka refuzuar. Hesapi i tij e psharak, materialist, ka bërë që me refuzu. Ndë kjo është padyshim qasje shumë e verbër, është qasje shumë domon e vobekt, e varfër, në raport me pasurin e argumenteve që Allahu Azza wa Jall u ka ofru njerëzve përmes shpalljes. Dhe në vazhdim të surës Al-Qamar,
Allahu Azza wa Jall përmend edhe dy raste të tjera të shkatërimit që kanë pësu si pasojë këtij mentaliteti refuzues. Populli i Radës është populli i Lutit alayhi salam. Andi Allahu tha kedhebet qaumu Lutin bin nudhur. Edhe populli i Lutit përgënjeshtroi, domethënë para lajmërimet. Ose kemi thënë pejgamberët nudhur, domthon mund të jetë para lajmërim dhe mund të jetë domthon edhe nedhir pejgamberët e mëhershëm. Luti alayhis salam në vazhdimsi ka këshilluar se ajo çfarë ata bëjnë është punë e dytë, është punë e keqe. Esenca e këshillit së Lutit alayhis salam ka qenë t'i kthejnë besimit në Allahun Azza wa Jall dhe përmes këtij besimit të përmirësojnë deformimet morale që ata i kanë pas. Nga se padyshim çdo deformim në shoqëri rregullohet dhe shërohet përmes besimit në Allahun te bareku teala. Dhe çdo deformim në shoqëri moral dhe shoqëror vije pikërisht për shkak të deformimit paraprak në besim. Nga se besimi është përcaktues edhe i formimit edhe i deformimit të njerëzve. Prandaj Allahu Azza wa Jalla ka krijuar njeriu në formë më të bukur, jo vetëm të jashtëmën, po të brendshmën. Dhe njeriu e ka deformuar veten e tij nga se ka njekur mësime që janë në shpërputhje me besimin e pastër që Allahu Azza wa Jalla shpalli përmes librave të tij. Prandaj Allahu tha kedhebet qaumu Lutin bin nudhur. Edhe populli i Lutit i njëjtë si të parët përgënjeshtruan. Mirë po këta patën diçka më të veçantë që do ta përmend Allahu më vonë. Allahu tha inna arsalna alayhim hasiban illa ala Lutin najaynahum bis-sahar. Para se me tregu se cila ishte shkelja e tyre, çfarë krimi ata kishin bërë, apo çfarë krimesh kishin bërë, ka thënë Allahu xhallahu ala përfundimin e tyre. Allahu tha ne dërguam mbi ta don hasiban. Hasiban të ndërvozë e ka kuptimin e domthon gurëve të shumë që Allahu xhallahu i ka zbrit mbi ta, që i ka shkatruar Allahu Azza wa Jall shtëpijet e tyre dhe është bërë kulmi, themeli është bërë kulmi nga përmbyshja totale shkatrimit që kanë pasuar. Allahu tha përveç Lutit alayhis salam edhe familjes së tij. E ka kuptimin e familjes së ngushtë edhe e ka kuptimin e pasuesve. Por këtu kanë thënë dietarë se nga pasues e Lutit ka qenë veç familja e tij, përveç gruas së tij. Këtu kuptimi është edhe familja edhe pasuesit. Luti s'ka pas pasues më shumë se vajzat e tij atë. Ai edhe vajzat kanë besu, nëse gruaja ka qenë, domthon, jo besimtare, madje ka bashkëpunuar me popullin e Lutit që të informon për musafirët e Lutit e ta poshtnon Lutin para musafirëve të tij atë. Nga ky aspekt Allah ka quajtur tradhare, nga se ka trajtuar emanetin e shtëpisë, e ka trajtuar emanetin e jetës bashkëtorë. Prandaj, jo në kuptimin e moralit, nga se pejgamberët s'kan pas gratë pa moralshme, po në aspekt në tradhtisë së besimit, në tradhtisë së emanetit dhe sekretit të shtëpisë. Andaj Allahu tha, ne i shpëtuam mbi sahar. Shpëtimi kur ndodhi për Lutin alayhis salam? Në sahar, në kohën e syfyrit, domthonë në pjesën e fundit të natës. Dhe kjo pjesë e natës zakonisht është pjesë e shpëtimit, nga se edhe namazi natës, edhe zbritja e Allahut Azza wa Jalla në qinë të dunjas dhe thirrja e robëve që t'i përgjigjen Allahut me kërkimfalje, e me adhurim, e me kërkesat e tyre, pikërisht tregon se çfarë vlerë ka kjo pjesë e natës. Ndërsa kur vihet dënimi zakonisht Allah e përmend dënimin e mëngjesit, pas sabahut ka ardhur shkatrimi, ndërsa shpëtimi ka ardhur në kohën e syfyrit. Allahu tha ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar. Shpëtimi i Lutit ka qenë begati nga ana jonë. Luti alayhi salatu wasalam ka qenë stabil në rrugën e Allahut te bareku teala, i është përkushtuar mësimeve të Allahut xhallahu ala, mirë po kur vije fjala tek shpëtimi, gjithmonë është begati e Allahut te bareku teala. Gjithmonë. Udhëzimi jon është begati e Allahut, është mirësia e Allahut. Ne mundohemi me kapacitetin ton, me dijen ton, me besimin ton, me e mirëmbajtur udhëzimin, duke u përkushtuar rregullave të besimit dhe të adhurimit. Mirë po, kjo është veç në kontekstin e shkaqeve, sebepeve, ndërsa ajo që përcakton realisht udhëzimin tonë dhe shpëtimin tonë është begati e Allahut azh. Ajo begaton këndon. Prandaj, shikoni të ndërua vëllezër, don këtu Allahu flet për shpëtimin, edhe pse domthon nuk është në kontekst
të arsyes së shpëtimit. Kanë shpëtu. Mirë po, që edhe ky detaj mos me gjithë mund ta ketë parasysh I kena shpëtu begati për neve. Begati për neve. Se ti duke e lexuar këtë ajet, ka mundësi të shkon mendja, Allah e ka shpëtu, normal se ka qenë besimtar. Jo, para se me qenë besimtar, e ka shpëtu Allahu xhallahu nga mirësia dhe begatia dhe kujdesi Allahut xhallahu për të ata. Edhe Allahu tha, kedhalika najzi man shakar. Ne kështu gjithmonë shpëtojmë dhe shpërblejmë ata që janë falëndërues. Do me thonë të ndërozër besimin që lutja alisë me patë në Allahun Azza wa Jall, thirrja e njerëzve në rrugt të Allahut te bareke ve teala u cilësua dhe u gjykua si falënderim. Pra I shukri nuk është veç në çështën e dunjas. Falërimi ndaj Allahut xhallahu ala më kryesor është të jesh falëndërues ndaj Allahut xhallahu xhall në begatinë e udhëzimit, në begatinë e Islamit, besimit në Allahun te bareke ve teala. Prandaj këtu duhet që ta përmirësojmë pak edhe qasjen tonë, edhe kuptimin tonë në raport me begatit. Njerëzit, edhe besimtarët, zakonisht më fuqishëm nga thellësia e zemrës dhe më bindshëm Allahun falenderojnë për mirësitë e dunjas, ndërsa kur vije puna për mirësitë e ahiretit, kanë falënderim, por është më tepër sipërfaqësor se që është nga thellësia e shpirtit dhe I përjetimit që tregon se me vërtet po e vlerësoj o Allah këtë begati që më ka dhënë. Prandaj të ndërmjetëzor duhet Allahun me e falëru për çdo begati. Mirë po padyshim se begatia e besimit dhe e shpëtimit është begatia më e madhe. Prandaj nëse thu elhamdulillah për shpëtimin e fëmijët nga sprova, e prindit nga situata e pakëndshme, nga shpëtimi I jetës e familjes tënde, nga ndoshta një vdekje gati se e kryer, shpëton si thua elhamdulillah. Thua me plot shpirt e zemër e bindje elhamdulillah. Mirë, kur e kryen një obligim që është treguesi I shpëtimit, kur shpëton nga një haram si thush elhamdulillah. Andaj këto Allah tha, kedhalika najzi man shakar. Ne kështu shpëtojmë ata që kanë qenë falëndërues. Edhe pejgamberi son falej natën derisa I fryeshin këmbët dhe tërkët e ndërlitën me, sikur që dini, me të cilët rob falëndërues ndaj Allahut te bareke ve teala. Edhe Allahu pastaj tha se lutja Alisam e ka bëra që ka pas mundësi. U laqad anzarahum batshatana fatamaru bin nudhur. Lutja Alisam falë, lutja Alisam në vazhdimsi I ka kërcënu me çka? Batshatana. I ka kërcënu nga goditja Allahut Azza wa Jall, nga fuqia Allahut xhallahu ala, nga dënimi Allahut te bareke ve teala. Keni kujdes, Allahu xhallahu ala kur godet fuqishëm godet. Kur Allahu dënon fuqishëm dënon. Kur Allahu xhallahu xhelalu ju shkatron, nuk ka shpëtim. Fatamaru bin nudhur. Si është reagimi I tyre? Reagimi I tyre është tamaru. Çka tamaru? Kto që tha. Tamaru të ndërvozë ka kuptimin e sikur se kemi thënë surën An-Najm. Afatumaruna, apo dyshoni, apo e kontestoni dhe po polemizoni për atë që ai ka po. Edhe këta, domethënë jo vetëm që e kontestuan para lemrimin e lutit Alisam, por edhe futnin dyshim të njëri tjetri. Në sare dikush mund që të nështë mendon të pak pra që farëtën e luti, kërcën të tjetri thënë mos gabo me besu, të edhin që ishte një rënjosje e organizuar e dyshimit. Paramenojnë njerëzit, gjithkush nga aspekti ti e merë një informat, pas të e përpunën gjithkush për veti. Këta kanë qenë të organizuar kolektivisht që nëse vrejmë që dikush prej gjematit ton, apo ka mundësi me u dopsu karshi argumentëve të lutit, duhet 10 vjet me shku me i fol, ma dinti kështu me radhata. E shika, çfarë likësie tregon te populli I lutit alayhis salam. Krahas mos besimit, krahas punëve dyta që bënin të pamoralshme, ata edhe ishin të organizuar që kurdo që tentonte me besu, të mbulohej me dhjetra dyshime, dilema që realisht e mbulojnë të vërtetën dhe nuk lënë me deportu tek zemra, tek mendja e tjetër. Andaj Allah tha, fatamaru bin nudhur. Ata bashkarisht në kolektive hodhnin dilema në raport me
para lemnimet e Lut alayhis. Dhe krahas asaj çka bënin ata ala? Wa laqad rawaduhu an dayfihi. Rawaduhu se kanë me lajket tek Luti alayhi salam dhe kanë në formë në bukur të djelmoshëve të ri. Dhe kjo ka qenë për ta provokim. I ka lajmëru gruaja se ka Luti musafir. Edhe musafir ka gjatë bukur, të mirë. Ata kanë qenë një orë, Allah në rujtë domthonë me marrëdhënie të një gjinie, mashkull me mashkull. Në që ka qenë Allah alem, por shumë nga dietarët e kanë përmend se nuk ka qenë e njohur para tyne. Të parët që kanë bën historik njerëzimit kanë qenë këta, apo. Madje edhe deri vonë s'ka qenë e njohur, saqë disa nga sahabët kur e kanë lexuar çfarë ka bë populli Lutit kanë thënë sikur mos ishte rrëfimi kuranor, s'ka shumë me besu kur që burri bën punë tilla me burrin. S'kan besuar njerëz që bëhet kështu atë. Nëse njerëzit kanë pas shturje morale, po në raport me femrën, do në raport me mënoj punë të ndyta kështu me radhë të amoralitetit. Mi po të njëjtës gjini në historinë e njerëzimit nuk ka qenë njohur apo. Edhe për një kohë gjatë ka qenë shëmtuar sikur që e dini. Deri para pak viteve kur filloi me urin gjallë në agenda të caktuara që realisht filloi që të normalizohet tek njerëzit si diçka që është e drejtë e dikujt apo. Mirë, po historia e njerëzimit nuk nje veprime të tilla. Kur nuk nje historia e njerëzimit pranim të natyrshëm apo normal të veprime të tilla apo. Përna, sa është e gjatë historia e njerëzimit, njerëzimi një lloj, domthonë veprimi, çrregullimi, deformimi, po këtë nuk e nje. Përveç nga populli Lutit dhe pastaj në mënyrë individuale të shpërndarë mes popujve, po jo si popull organizuar. Pastaj ka ardhur domthonë deri në fund, nga se dini që edhe në shumë vendet perëndimit deri vonë ka qenë kjo çështje e shëmtuar, e dënuar me burg. Tani ka pak është zbut deri sa ka në formën e një normalizimi, madje imponimi se kush nuk beson në këtë apo nuk e pranon, realisht lufton të drejtat e ku e diun çfarë thuhet. Prandaj të ndrodhë shikoni Kurani si e përmend këtë deformim që ka sill pastaj edhe tjera deformime. Andaj Allahu tha: "Wa laqad rawaduhu an dayfi." Rawaduhu të ndrodhë është domthonë një kërkesë me insistim. Sikur se Allah ka përgjithësuar në Islam, "Wa laqad rawadathu allati huwa fi baytiha." Don gruaja e atij përgjegjësi zyrtar në shtet, kryeminist apo çka ka qenë, apo ka bë kërkesa të vazhdueshme. S'ka qenë veç hera e parë kur kam shëndetin. "Wa laqad rawadathu." Non stop e ka provokuar. Yusuf asum ka ik, personaliteti ka pa që ky njerëz nuk zaptohet pas më shëndetin apo. Ai punë tek xhia të ndrozë nuk vin spontan, me një herë, atë mund ndodhin. Mirë, po gjithmonë paraprihen me një shikim, një fjalë, një provokim, e pastaj vjet tek edhe aksioni. S'ka mundësi në shikim të parë, në korridor edhe me ndodh puna e madhe. Ndodh kjo punë kështu të vëzhgim. Në thana të zakonshme. Andaj ka shikim, ka mendim, ka paramendim, ka planifikim, ka kështu, pastaj ndodh. Andaj Allah tha: "Wa laqad rawaduhu an dayfi." Ka shku në stop cakat deri. Anaj musafir ka shku, e nardh, në stop apo. Fa tamasna a'yunahum fadhuqu adhabi wan nudhur. Në kërkesën e parë ju ka ardhur subhanallah goditja e parë. Por goditja e parë ka qenë parlament prap, shikone, me gjithë këtë ligësi që kanë bërë në raport me Lutin, prap Allahu xhallahu ala nuk I ka shkatuar me të parën. Fa tamasna a'yunahum. Tamasna a'yunahum të ndërvozur është, do ne verbuam sytë e tyne. Thuaj që nga ata që kanë shku tek Luti ka qenë Gjibril alayhis salam, I ka godit me krahun e tij dhe gjithë njëjtën ku I ka verbuar. Meleki madh asnjë, kjo është punë e vogël apo. Janë verbuar ata. Edhe është përmendur në transmetime se pasi që janë verbu, kanë kthyer shtëpia e tij duke u prek për mure njëri me tjetrin, duke e kërcyer Lutin se prapë kanë marrë më vonë me I kërku musafirët e tuafër. Shiko, ka ardhur parëndimi. Allahu ja ka marrë syt. Prap nuk kanë pa. Po normal të ndërozën nga se verbimi I tyne I syve ka qenë, domethënë, ka qenë kapitulli I fundit I verbimit. Nga sa ta para kësaj janë verbuar në zemrat e tyne. Kur verbohet zemra, pastaj syri edhe nuk sheh
realisht realitetin, sheh për me zemrës. Prandaj verbimi i syve ka qenë formal, si një fazë e fundit e paralajmërimit për dënim apo. Fatamasna a'yunahum fa kayfa kana 'adhabi wa nudhur. Ne i verbuam ata, andaj si ishte dënimi jonë dhe refuzimi që ata e bënin para lajmërimeve tona apo. E pastaj Allahu tha, sikur se përmendëm, natën i ka thonë Lutit alayhis salam, ti edhe familja jote illa imra'atak, veç gruaja jote ja. Edhe mos u kthem rapa. Mos shiko çka po ndodh atë. Pastaj Allahu tha, "Wa laqad sabbahahum bukratan adhabun mustaqir." Edhe posa qiri sabahu i përfshija Allahu gjithë me një dënim, domthonjë që nuk patën mundësi me lkund, nuk patën mundësi me lëviz, mustaqir, një goditje e fuqishme që s'patën mundësi me i rezistua atë. Se përket dënimit të popullit të Lutit të nervozër, në Kur'an ka ardhur rrëfimi i Lutit i shpërndam në disa sura, sikur se i shumë pejgamberëve. Edhe në çdo citat kur përmend rrëfimi i Lutit, është përmend një formë e dënimit. Do ata s'jam dënuar me një dënim, janë dënuar me një varr dënimesh, që i ka verbuar syt, apo pastaj janë ngjujt me gur, pastaj domos sikur se kanë hadith, është shkput pjesa e tokës e janë shafit komplet përmbys. Pastaj Allah ka shushi që ka mbulu tokën e tyne. Në gjitha këtu kanë qenë pjesë të dënimit që Allahu azza wa jalla ka dërguar popullit të Lutit alayhis salam. Allahu tha fadhuku adhabi wan nudhur. Me që u tallët me paralajmërimet e Allahut, me që i refuzuat, me që nuk i morët seriozisht, me që preferuat të vazhdoni në verbrin e juaj, shijoni tash dënimin tim dhe refuzimin e paralajmërimeve. Gjithashtu pastaj Allahu xhalla wala thot wala qad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir. Kjo domthonjë që e kemi bërë më herët përsëritet, Allahu tha ne Kur'an e kemi lehtësuar. Domthonjë pse kështu me gur? Ja kush mundësia të kuptoni ndryshe, kuptoni me bindje, kuptoni me mendjen e juaj, kuptoni duke e aktivizuar natyrshmërinë e juaj, por jo me gur. Pse me gur? Pse me dënim? Pse me kërcënim? Kuptoni çu kupton njeri. Wala qad yassarna al-Qur'an, e kemi bërë Kur'an të lehtë për ta kuptuar, për ta memorizuar, për të punuar me të e kështu me radhën. Fa hal min mudakkir, kush nga ju, pas pari Allah i dhëtë Kurejshve, kush nga ju, po merr Kur'anin me kuptuar lehtë, cilën formë të edukimit po e preferoni, të parën apo dytën, cilën po e doni? Ama pa tjetër keni mu gjinzu, pa tjetër keni mu nështruar, pa apo nështruani me format e mëhershme apo me formën që Allahu azza wa jalla e dën nga robërit e tij aftën. Edhe Allahu tha pastaj wala qad jaa ala fir'aun an-nudhur. Edhe faraonit dhe pasuesve të faraonit, këtu është përshtim pasues. Jo veç familja e ngushtë, po pasues, ata që i brohoritën, e ata që i aplauzuan, e ata që e përkrahen faraonin në pretendimet e tij se ai është Zoti. Allahu tha edhe aty ne u dërguam ne para lajmërimit tona. Se kjo çfarë bën faraoni nuk është rregull, është padrejtësi dhe duhet mu kthy në udhën e Zotit, sikurse e këshilloi Musa alayhis salam. Pastaj Allahu tha kadhabu bi ayatina kulliha. Subhanallah. Sa argumente ka thënë Allahu faraonit? Shumë ka thënë argumente. Me një rast janë përme tis ayat. Non argumente ka thënë Allahu xhallahu nga prishmëria. Argumente vazhdueshme që kanë kërkuar nga Musa alayhis salam që me kërkuar nga Allahu xhallahu që atë bela që ju ka ardhur t'ju largohet atë. Dhe pastaj edhe argumenti i qartë, që ishte shkopi i Musait alayhis salam. Pra përfuzoi. Dhe e fundit ishte kur e pa detin të qartë. Çka po të më shumë? Shkon në përballë ti argumente të qartë. Ai e pa është i qartë që deti është qa me shkopin e Musait. Ai e pa se deti është qa për Musain, jo për te. Dhe prap filloi me manipulu pasust. Dhe kjo është e çuditshme. Qysh pasust aq verbnisht e pasoi një diktator, madje edhe në pragun e varrit. Është interesant. Njëri ka mundësi kur është për shembull çaste para, goditja e parë, derisa të kupton çka po ndodh në rregull. Po se kuptoj çysh njerëz pasojnë verbnisht 50 vjet, 100 vjet, apo njeriu që vazhdimisht i ka mashtruar, ka manipuluar me ta. Deri në fund, vdesin me bindje tilla. Andaj ju ka thonë, ky ditë u ha për mua.
Edhe ky qarkullon nër kom të mija, edhe frimzoj ushtrin që ti vërsurit Musait Alsan, mirë po, e pësoj, Shiko Allah tha, krejt argumente që i kanë rru ka mu, krejt. Ajt një me thonë, për shamu dhe që të zbesaj, këtë dhe bubi ajatina kulliha. Krejt argumentona i ka refuzohen. Fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir. Kjo është preje, subhanallah, që përshkun një më të mirë të mundshme, qyshe ka pësu faraoni dhe arroganca ati dhe refuzimi ti, Allahu Azullet tha dhe akhadnahum. I kapëm, ata të kapëtim konë gjithë konë, po kjo është kapje e fundit, s'ka shpëtim pasaj, s'ka fat pasaj, dhe azizin muqtadir. Qëfar kapje? Aziz e kapje që është i gjithë fuqishmi dhe i gjithë pushtetshmi, muqtadir të regon, në mënë fuqit pa mposhtër, në s'pat ka t'jam banë, s'pat ka t'jam synë, aq ishte goditje e fuqishme. Me shka Allah e goditi? Me detën e ti Allah e ka godit. Jo goditje direkt nga Allahu xhallahu ala, e përdori një ushtar të ti. Dhe tha nuk pat ka t'jam banë të faraoni. Shikoni të vëzër, sare në këtë sure, edhe tash ka fundi, fillon që të del në shesh njohi Allahu të azogjel. Madhësia Allahu të barek o ta'ala. Se ata pësuan se nuk e njohën Allahun xhallahu ala, nuk e morën seriozisht Allahun te barekuhu teala. Ai që një Allahun nuk lun, wallahi nuk tallet. Ai që një Allahun azhjal i kupton punën seriozisht, ai që një Allahun xhallahu nuk shikon anash djathtë e majtas. E ka një kibë të shikimit, çka thot Zoti xhallahu ala. Nga se këtë tjerët janë shkurtimisht dhe të kufizuar. Për në shikë Allah tha, dhe azizin muqtadir. E kapi Allahu xhallahu ala, si kurse kap ai që është aziz. Ai aziz kur të kap, që ka ndodhë? I gjithë fuqishmi, aziz. Në që nuk ka mundësi, një nga kuptimet e aziz është edhe, në që nuk ka mundësi askush me i refuzu godit të Allahu të gjellë. S'ka mundësi. E as nuk ka mundësi askush me nisë sulën dhe Allahu xhallahu ala. Të dyja dhe ka el aziz. Edhe në raport me Allahun, s'ka mundësi më nisë sulën dhe Allahu xhallahu ala. Sulmet e njerëzve, ku mërin të Zoti xhallahu ala, çka prekin ata? Pa mundshmë është. Edhe Allah kur të nisë goditje, nuk ka mundësi askush me refuzuar. E pastaj, pas kësaj të në pas këtyre 5 popujve që Allah tha, kështu përfunduan, kështu ishte fundi, kthehet Allah te Kurajsh të Mekës, prap. Po i të ata, të këtë të tjere që kanë mbetë gjallë, dhe që, do më thonë, nuk e marrin seriozisht këtë që kanë ndodhur më herët. Për të treguar Allahu te barekuhu teala se rrëfimet e popujve më hershëm nuk janë histori, nuk janë rrëfime që kanë të bëjnë me njerëz caktuar, por kanë të bëjnë me mentalitet caktuar, kanë të bëjnë me qasje caktuar, kanë të bëjnë me reagim caktuar, dhe sa herë ky mentalitet është i shprehur dhe sa herë ky reagim është aktiv, njëjtat pasojë kanë mësuar njerëzit. Në forma ndryshme, mirë po mposhtja është opcion i pandryshueshëm. Do mposhtja është e pa alternativë. Allahu tha, tash ata Kurajsh të Mekës mas kësaj kanë refuzuar. Por në Allah po i thot, do në hana u qa refuzuar. Apo, po si Allahu xhallahu ala nga dita e gjykimit në fillim atje refuzuar. E kena shkatru kështu populli Nuhit, refuzuar. Populli Adit, refuzuar. Populli Themudit, Salihut, refuzuar. Populli Lutit, shiko çka ka jek, refuzuar. Faraoni sa ka qenë i fuqishëm, i pushtetshëm, shiko çka ka ndodhur. Tash Allahu xhallahu u bën disa pyetje Kurajshve, domthon si lloj mund të themi rrethim përfundimtar i Kurajshve. Rrethim. Gjitha këto fakte që i këna përmen, si është reagimi juaj? Prapë thënë, është magjia, thënë. Ka ndodhë popujt më hershëm. Njerëz ka herët të ndërgodhë dhezër, kur dojnë me e shmang kërcënimin e caktuar, nga përvoja e caktuar, dhe të poqë ati i ka ndodhë se i ka parasë e udhët. Apo, në shikon me e shmang një dënim që i ka ndodhë dikujt, duke arsyetuar me faktorë tjerë që nuk janë absolutisht përcaktues të dënimit.
nuk jam absolutisht. E Kurejsht e Mekës filluan që me e shmang këtë presion të argumenteve ndryshe. E Allahu Gjellera qëfar u tha? U tha, e kuffarukum khairun min ulaikum. Mirë, mohuesit e juaj, ju që po mohani, mos janë më të mirë se mohuesit atyne. Domthon, edhe ju jeni pa mosbesim, ama ju jeni qysh më të mirë. Ju e së dënojmë, se jeni shumë të këndshëm ju ato. Ama ata janë qysh të gërditshëm, ata janë shumë qysh ata pa çfarë do të më dënu. Ama ju jeni shumë të mirë ju. Ju një më jeni pa besimtar, ama në qysh të kajshëm jeni ato. A çështu të po dëni me menua, po. Shikoj, ta vozë. Allah do më thonë se s'ka lidhje kjo, më thonë se jeni te çabja, jeni tokë në pejgamberin, nuk është çështje me afërsi, me ngjyrë, me gjuhë, s'ka lidhje kjo. Ka lidhje me qëndrimin e juaj ndaj shpallës. Kaq. Që kjo është e vetmja. E kufarukum khairun min ulaikum. Mos janë ata më qut më të mirë se ata. Për shembull, që Ebu Gjali i lego bëlla ma faraoni u kon diçka, s'mund të barazohet apo. Jo vallahi, barazohet. Barazohet që ka më barazohet faraoni këtu metër të Ebu Gjali. Apo. Në çat takat që ka pas edhe ai, sa takatën e faraon se ka pas, me çaq takat sa ka pas faraoni kon. Me pa pas takat më shumë si i Musa salisa me shkon apo. Ai se ka çfarë goditja, kufarukum khairun min ulaikum, pse amasionat mirë tha. Non apo më lani prap, shikoni të ndovë. Është vallë kjo pikë është pikë kthese në jetë njërit ato. Kjo çasje kështu. Ose çaset e ngjashme në Kur'an apo. Shikoj Allahu xhallahu ala, domthon nuk po lejon që njeriu të bën një lloj digresioni, ndryshim muhabeta. Që pa kur dikush i pëlqen muhabeti, e ndron temën atë. Po tash mostina pa ju kone ka pas babgjishë. Leti këta u llapën. Leti këto që ka pas ai. Ti çka ke bë? Do të më kthin temë prap. E ata kanë tentuar me shmang dënimin, me shmang kërcimin, me arsyetime se ku është faraoni me neve na çabën e kçyrëm, ne haxhive ujë. Apo ja këta un tim, s'është punë haxhive kjo. As e çabës, është çështje e shpalljes. Ka shpallje dhe pejgamberi çka po thoni? Nëse thuni një si faraoni, që ka thonë, një si Adi Themudi, të njëjtë jeni. E kufaru, s'ka ndrim të muhabetit, kthejmë tim në njëjtë. Pa e të ndrozër, Allahu xhallahu i kthe njerëzit, në realitet, njëri insiston me kalun në iluzione, e Allah të ktheu në realitet, nga se mbi bazën e këtij qëndrimi ki mu gjuku nesër. Të mosh me kthy muhabetin, me qu dikun poshtë e përpjete, ki mundësi, që me e kriju një farloj zone të rahatis për vetën tonë. Mos me i dëgju tash vrejtjet, mos me i dëgju këcnimet, mos me i dëgju qërtimet, zdo me i dëgju. Okej, kalëm me një situatë caktuar ku tash, ja bëmë ti qefet. Po tash kur të këqysh në kitë ko, në atë ko, këta, fillëm ja bëmë një farloj ambienti relaksus. Që kjo ambient relaksus? A o realitet është iluzion? është iluzion e dhëzënjëve. Këtheu realitet. Ademi ka dalë për gjeneti për një gjuna. Që kjo realiteti? Të bëne që i veti sa dush, thuj që dush për e të ndohne. Që kjo realiteti? Allah po i thëtë, dhe më thonë, po i thëtë Allahu Gjallahu Ala, popujt e me hershëm, i kimi shkatru veç për shkak se qështje. Nëse në qitë qështje sinit regull, keni më shkatru. Mos inkuadrojmë muhabete tjera tash, tu, se jo qabja, jo na jena Arapja, lidhje s'ka kemi këtë punë, heq absolutisht, çka jeti? Am lakum bara'atun fi zubur. Allahu tha, më shumë këta më të mirë, quftë se tyne. Ose, am lakum bara'atun fi zubur. Shiko goditja dytë, e një mentaliteti justifikus, arsyetus të vetës. Kë mentalitet që tenton me çdo kusht me arsyetu vetën në refuzimet që e bën. Qoftë me e përsin të i dikujtë se nasina si ata, ose qoftë me garanca boshe, kota. Allah tha, em lakum bara'atun fi zubur. Mos keni ju një lloj bara'a, subhanallah. Bara'a, çka bara'a? Bara'a është kur njeri i akuzuar shpallti pa fajshëm, beri. Apo. Mos keni garancë nga Lauhi Mahfudhi sa atje shënon se në fund të rrugtimit keni më shpallë pa fajshëm. Domthon këta e din që kanë faj. Po këta kërkojnë dikun arsyetime për shpallën e pafajësisë në fund të rrugtimit. E Allah këtë deri o msheli apo. Mos mëna kështu.
Se më është sikur që përmenda, prirje e njerit me gjithë çfarë dovrime justifikuese për me ikë nga goditja e qërtimit. S'do me pranu që ka faj. E kur Allah thot emlekum bara'atun fi zubur, mos keni vallë shfaqsim të garantuar nga Lawhi Mahfudhi, apo shfaqsim çka i bën. E dini ju shumë mirë se keni faj. Edhe e dini që për punë keni me pagu shtrajt, mirë po mos po bëni kalkulime të gabuara për shfaqsim në fund të rrugtimit. Ku e keni këtë shfaqsim? Kush ju garanton për këtë shfaqsim? E shikoni të ndonjëherë çish ndron njëri kur besimi prek zemrën e tij. Shikoni. Kurejsht, kur far garancën s'ka pas për shfaqsim. S'kan pas kur far garancë. Kurejsht e Mekës nuk kanë pas kur far garancë se kanë mu toleru nëse vazhdojnë rebelim. S'ka garancë. Megjithatë, janë shuar në iluzionin të shfaqsimit mbi bazën e rrethonave që ata s'kan kur far merite. Për shembull, çfarë merite kanë Kurejsht e Mekës për Qabën? Kur fare. As se ka ndërtu ata bile. Ai që ka ndërtu Qabën së konë Arab. Apo, nuk as me fis nuk jeni, as fis ju se ka ndreq. Qabën, apo. As nuk keni të parë që keni banu Mekën, ju keni hi me banu Mekën me letë një gruja, për ujnë që keni pas, apo. No, ju keni përfitu nga Mekëja, nëse këtë keni. Kur ka arkoha me shpëtu Qabën, keni i kodrave, e ka shpëtu Allahu shpinë e vetë. Me çfarë merite ju ja atriboni vetës ju e Qabën, që mbi bazën e këtij atributi mendoni se keni më shfaqsuar nesër? A kupton ti çfarë logjike kjo është neve? Kjo është goditje në palc. Kur s'li nalte me sahi. Edhe me qenë krejt ta e kanë ndërtu me dur të vete, e kanë ujtë, prap nuk shfaqsohen. E lërë më që s'keni kurrë këtë punë. As e keni ndërtu, as e një kujdestar të saj, as e keni mbrojt. Apo madje të ndërvozër, edhe ma ti përse kaq, kush i ka pru njerës të Qabja, jo? A keni dalju të Arab me bo reklam Qabën, është një shpi, jo se keni bo jo. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka fut në zemët e njerës dashni për këtë vend, vetë jënar, ju të khatë të fun nesu min hauli, i rëmben zemët e njerësve, është rëmbyje se Qabja, rëmben zemrat, përna i skiti këtu kurgjë, kajtë Allah e ka bo apëta. Nëse qështu kalkuloni, nëse keni më shfaqsu, gabim e keni. Shikoni palën tjetër, besimtarët, me gjithat kontribut, besim, sakrific, adhurim, madje, edhe një numër jo i vogël tyne, me garancë të faljes, prap qajnë në pragun e sejdës edhe adhurimit të për. Këta dhe këta, dallimi madhë, njëti popull, një familje, kush i ka bo këta, kështu e kush ka bo këta? Besimi në Allah dhe njohi Allah të Azugjel. E shikojnë të në vëzër, besimtari, sa ma shumë e një Allah në gjellë e wala, njohi e bjen të praga adhurimit, nështrimit dhe gjunzim për Allah të Azugjel. Ndërso pa besimtari, me gjithë pa besimin, refuzimin, gjenë forcë të vetë pëlqimit dhe arsye për shfaqsim në fundë rrugës, pa asë një bazë. A kuptu dallimin? Prandaj këtu janë dy mentalitete paralele, të kundërta. S'bojnë mes vetëve. E tash njerëzit janë mes këtij dhe këtij. Dikush më afër këtij mentaliteti, dikush më afër këtij mentaliteti, por shiko ti vetën tonë apo në shumë procese të ndërtimit tënd, të rrugtimit tënd, apo mentaliteti yt ka po të afron. Në sa më tepër shtohet kontributi, angazhimi, adhurimi, apo afrosh ka shokët e pejgamberit në mentalitetet tyne, apo pa afrosh ka mentaliteti i kurajshve që me gjithë prapë menojnë që janë në rrugën e drejta. Edhe këtu të ndëvozëm në ndërjek një paralel interesante, se ka njerëz, tash normal, kemi thonë që të gjitha argumentet që Allahu Azza wa Jall i ka shpall kundër kurajshve të Mekës, kundër idhujtarëve, nuk janë ekskluzivisht veç për ta, po kanë të bëjnë me krejt njerëz, madje edhe me besimtarët. Besimtarë u bjen hise, aq sa përfitojnë fatkeqësisht, aq sa realisht binë në mentalitet të tillë. E pse ju dini në nivel të mosbesimit. Prandaj të ndrozë çështja e kurajshve ku ka qenë ndërtuar. Mbi çfarë bazë ata e kanë shfaqsuar vetvetet që e ceka, edhe mbi çfarë bazë kanë menduar se nuk kanë nevojë për mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
mbi formalitete. Formalitete. Andaj do njerëz për shembull marrin çdo formalitete të caktuara të jashtme, je vendosin në vetës një emër që i përket, domthonë një kuptimi të caktuar, dhe pastaj ajo ka halal me i shojt njerëzit, me fy, me akuzu, me përgoju, s'prish punë. Pse na jemi i thartë të hakut? Apo, kush ta kanë gjitë këtë emën t'ju lapë? Kush ta ka unë këtë emën t'ju? Vetë. Me qëfar baza të një ke buket? Me qëfar standarde ke buket? Nëse marën për shamë të ndërëzër surën mu'minun, kad eflehal mu'minun, deri në fund, që Allah u fletë, kush e të rëgën Firdausin, meri këtu që si këshyri ajetin që të ullapëtën. Allah e përmenë dyër namazin, një herë janë të kujdesshëm, pas të janë të përullur. Walladhina hum ani lagwi mu'ridun. Fjallët e kota, palidhe banale, ata e në largë. Në sa njerës të asin punë banale, punë fjallët kota, fjallët që s'kan dobi, muhabetet komplet të pafrytshme. Edhe mbi gjitha menon se këtë ajë që ka bënë, veç se vapi për i shtohet, që këtë mentalitet të nëzërë, është që njajshëm, jo të din këtë nivel të mosbesimit, s'po thamë, po si mentalitet që s'ka arrit i tili me besim me u pasu për ti, mund të thime që kam bete ka enda, kam bete ka enda, andaj, shikoni tek sahabët, a shikoni tek kundërshtarët e sahabëve, dhe rajet pasu si sahabëve ti, me emën, po me mentalitet dikun tjetra për kuj i e bashku komplet, që kjo është sprova jonë, dhe sfida jonë. E mas kësaj, Allah u tha, s'ju ka mejtë pas një aftën. Do me thonë, në kuptim të e përsi si jeni matë mirë, si jeni sen matë mirë, apëtën. Kur që matë mirë si jeni? Se ata të mujtë e tatit, njëjtë jeni. Në aspektin e shfajsimit dhe faljes, s'kini plëcu asë një standard për falje. S'kini kërku falje, s'kini besu në Allah në gjellar, me që kam jo falje Allah azu gjell? Në s'kini shfajsim, falje s'ka. Mos po kalkulani në qëka tretën. Cëda është e treta? Em je kulune, nahnu gjemiun muntasir. E kam pa pejgamberin sa të dobët meke. Sahabët ka i zvaritin. Edhe kanë thonë, na bashkë kur bom, ne jam ujmë gjithë tina. Sa që subhanallah i kam mashtru tur me atyne, edhe kanë kërcnu edhe melekun e gjehnemit, se edhe ato kanë me mujtë e kanë me dollë për gjehnemit të vëmë. Shikoni qëfar arrogancët, dhe qëfar nivellet të. E, kur Allahu të barë gotare të ndërëzër, i anulan ose i demaskon me këto pretendime, që disa i kanë shprej, po disa kanë aludu në to, Allahu qartë as i shprej, se në astin nga këtu nuk mund të llogaritni për të shpëtuar. As kuptim se jena shumë na, kalablakna. Këtë mentaliteti kalablaku të i turmës është problematik, nga se njeriu ja krijon një percepcion se mas jena shumë, dëmoni kena mirë. Lidhë me gjëra që nuk lidhen me zveti. Turma dhe vërteta nuk lidhen me zveti gjithmonë. Nga njëri lidhen, nga njërës të lidhen. E vërteta ka rrugtimin e vetë. Nuk mundet turme me përcaktu të vërtetës në rrugtimin, s'mundet. Absolutisht. Madje e vërteta nga njerë edhe veç vetë rrugton, pa kërkon heq, ama mbet e vërteta të. Mbet e vërteta të. Heq kërkush së është me te, aja rrugton vetë ecë. Allaj të rrëzë, këta e kam pas më të jetet. Kanë thonë, nahnu gjemiun mund të sirën, na kërëbom kalablak, gjithmonë ngallënim. Kjo është ngallënim fals. Kjo është ngallënim i mashtrimit. Tash e shikojmë që është ngallënimi real. Kush që ngallënimës të vërtet? Kush më ka fituar pëtën? Allahu xhallahu ala tash fillon me ju dhon përgjigje. Në këtë mënyrë të menduarit, edhe në këtë qasje që ata patën ka shik udhëzimeve të Kuranit. Allahu xhallahu ala çka tha? Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Bari s-sa'atu nu'iduhum, wa s-sa'atu adha wa amr. Të nëzve që të dy ajete, atë që në godice, me menu njëri, edhe në formulim, edhe në përmbatje, sa që nuk lojnë temel të refuzimit edhe të rebelimin dhe Allah të përzuat. Allah tha, se ju zemul gjemo,
ka më në poshtë turma, dhe. Se ju zemul gjemo. Turma ka më në poshtë. Grupi juaj ka më u thy së shpejti. Dhe jo vetëm që keni më u thy, e keni më në poshtë, pa dhe keni më janë bath me ikë për frika pëtën. Oj u e lune dubur. Kjo ka ndodhë ku? Në Mekë. Në Bedër, mas pak viteve, kur kënë poshtë, se kanë orë me arrogancë, e kanë orë me bideset, sot këna me fitu, si kur sa thënë të Ebu Gjehli, e ljevu me nëhënu, se në në tësir, thënë të sot na këna me fitu, në sot na evoluosim nga dhënjimin tonë dhe më poshtin të i Muhammedit, sot në Bedër. Dhe kanë ardhë të ndëllëzër, ka e kur bënë kalkulimet mes besimtarve dhe ju besimtarve në Bedër, bënë kalkulime të gabuara. Pse? Po thujnë kanë qenë 1.000 nga Kurejshet e 300 e disa nga besimtarët. Edhe që shtut anë jetën, do mon edhe 2 fish ma shumë. Po së kome që ka që nëzni? Së kome që ka që? Sa kalorë se kanë pas Kurejshet e Mekës? Bi 200 kalorë sa. Një kalorë s'ka qenë sa 100 ushtarë. Se një kalorë si në që përsi e kapëtër. Nëse thush hajde pra, hiq ma shumë se, po shtoja herë që ka të sara ma shumë dalin. Pasaj kam pas ushtarë, do më thonë me mbrojtëse, do më thonë me parzmore. Pejgamberi ka pas asni parzmore, hiç s'kam pas kur gjë. Edhe veç një kalje kanë pas. Ka qenë të hipur Zubair ibn Awami radiallahu ta'ala anhu. Në Bedër, një kalorë me 200 kalorë sa, para mëna. Ata i kanë pas ku marru numrin saksisht po me qindra me parzmore. Në shtiza që gjumë pilarëve, kalla e ka mbrojt. Here kaq, sa dhe numra për. Shumë ma shumë se që kaq. I ka kap normal, i ka kap vetë pëlqimi, mendje mallësia, sa dhe kryet kjo punë. Me sa i japim fund. E pejgamberësëm këndën të këtet, se ju hëzëm u elgjem, o e u lune dubur. Kjo mrekulli Allah të gjellë, ka të regu para se me ndodhë, qëka ka me ndodhë? E të nërëzë, Allahu Azeri ka që argument se, nëse një grësht besimtarësh, apo, do mon, shumë largë, më dëvarën për gajësirë, ju më poshtin, e ju bojnë me ikë, e ju të merojnë, e qka bëni bëli saatu me u iduhum, e qka bëni ditë gjykimit kërë një veç vetë, e ku është ashturma, bëni saatu me u iduhum, nërsa vend takimi, së shkur gjë kjo, aja qka e ka godit popën e Themudit e Adit, kur gjë së është kjo? Aja qka e ka godit popën e Lutit, aja qka e ka godit Faraonin, zhytja një, së shkur gjë kjo? Në raport ma që i pret ditë e gjykimit, nëse ditë e gjykimit është edha o emër. Edha, të nëzër është, në më onë, shumë mashtirë, shumë meron, edhe e ka përmen Allah emër, ma e hidhër, dhe më e ka përmen edhe dënimin dhe më ma shumë psikologjik, se qysh jë ndi, qëfar disponimi kanë pas Kurejsht kër kanë në Bedër, të merë, në depresion kolektiv kanë rapëtër, s'kanë mujtë me paramenu, për shta s'kanë shkuas 2 vjetë plota, kanë organizu prapë ushtrim në orë në hudë, me pështu ftyrën se i hori më bo. E Allah o tha, kur gjë se një keqin nga humbja në Bedër, kur gjë depresioni i Bedrit, qka ka me konë depresioni ditë e gjykimit të përë? Zhgënjimi juaj, kur krejt kalkulimet për shfajsim, kanë mëra për uja. Kur krejt iluzionit e juaja për shpëtim, kanë mëra për uja. E qatë herë keni me pa, qka dhe më tonë me refuzu fjallë Allah të vare kotale. A i këtë në rëzë, është këstim, për besimtat është një farë, ngushlimi, është përgzim, për me gjithatë, duhet njëri mirë mi bu hesapet. Nësa pëshej ju kanë dole hesapet, gabima pëta. Andi Allah tha, indër mujrimine, fi dalalin, u e suor, e tash, veç për shumë, pak nga ja, që kom ju ndodhë ditën e gjykimit. Pak nga ja që kom ju ndodhë ditën e gjykimit. Allah tha, indër mujrimin, kriminalet që luftuan Zotin, kuptim besimit, pejgamber të Allahut, vranë besimtarët, penguan njën nga rrungë Allahut Azogjel, fi dalal, u e suor. Dalal e ka kuptimin e devimit, por edhe ka kuptimin e dështimit të tumbjes. Ata në dunja kanë dështu,
Më nga se ata çka kanë dashur? Kur refuzuan besimin në Allah xhallahu ala, dështën më kënaq me epshin e tyre, dështën një jetë më komode, nga se kishin bini se haramet ju kufizojnë jetën, obligimet i bojnë ngarkesa, na dojmë një jetë lirë o Allah, na dojmë një jetë këndshme apo. Edhe këtë qëllim a e jetësuan, ja hoqën, nga se nuk ka mundësi njeri me kon i kënaqur, nuk ka mundësi njeri me përjetu lumturinë reale, ndërsa në esencë refuzojnë besimin në Allah xhallahu ala. Allah tha këtu dalal, ja hoqët. Was-su'ur, ndërsa su'ur është sa'ir, do të jenë edhe në dënim të dhimbshëm ditën e gjykimit, yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhim dhuqu massa saqar. Allah tha edhe atë ditë kanë më tërheq zvarr me fytyrat e tyre e ju thuhet dhuqu massa saqar. Shijoni veç pak çysh është shija e dënimit në Sakar. Sakar është xhenem. Nëse qësi dënimi është veç shija, e ngopja çfarë është, e thellimi çfarë është, Allah na ruaj. Allah tha dhuku mes se Sakar. Veç mes, shijane pak veç me gjuhë, çka dënimi ato. Yushabuna ala wujuhim. Do të riqe finari ala wujuhim. Me fytyra dhe pse? Nga se kur i ftonte Nuhi nëse me fytyra tallashin. Apo, kur i fton të luti me ftyrat të tyne, direkt ftyrë, luti së mshef, direkt i ka unë, kjo nuk ka regull, tallashin, ma dje pradhanin në vazhdimësi dilema që krijojnë barjera mes njerëzve dhe thirrjes së pejgamberit. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tentuan që me pengu, me atë që kishin ftyrat e tyne, me sytë e tyne, me gjuhën e tyne, me vesht, prandaj edhe dënimi është më putë me veprën që e kanë bërë afton. Dhe Allahu pastaj tha inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. E këtu të ndërvozë merr pak një kohë interesante zhvillimi edhe rrjedha e ajeteve. Dikush mund të mendon se tash Allahu ka lënë një tim tjetër në rregull e kuptuam çka ndodh me kundërshtarët, e kuptuam çka ndodh me refuzuesit, u kry tash ka lënë tim tjetër. Nëse Allahu tha inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ne çdo gjë, krejt që ekziston e kemi kriju me kader. Edhe kader e ka një kuptim që nuk ka veç kaderi i caktimit apo. Mirë, po fillimisht të ndërvozë një sqarim ndoshta para lajmërues, para sqarimit të ajeteve. Ajo është se ky ajet, do të thonë është pikërisht në temë, në boshtin e temës. Pse? Allah tha, po e shpjegoj kuptimin e ditë, pastaj lidhin e ajetit me ajetin e hershëm. Allah tha inna kulla shay'in, çdo sen, çka ekziston, khalaqnahu bi qadar. Çka bi qadar? Qadri ka çdo kuptime. Mas pare ka kuptimin e fuqisë dhe forcës. Në këtë çka kena kriju na, në dorë e kena. Edhe ju e kena në dorë. Nëse Allah ka në dorë qiellin, e diellin, e hanën, ka keni me shku ju? Refuzues. Kader është edhe me caktim. Prandaj, refuzimi juaj nuk është befasi. Shkrenjë të ndërruzër, nëse a keni pa kur dy palë luftojnë, një palë kur dënë me esurmu palën tjetër, në qëfar elementi kryesisht e ndërtën sulmin? Elementi befasis. Kërkur sot e kumbonjën në gjarë sahati, në qitë vend, sot shtu kërkush. A kuptan? Elementi befasis është element i rëndësishëm. Për shtatë pejgamberin Ali, zazot që ka në hadith, sarë ka dash me sulmu një vend, ja ka mësut i ka tjetër. Befasi është më rëndësia dhe. E zakonisht surën e të bunë mëngjes, kur mund me konë armiku në gjumë, ose thellë natë, ose... O më nejtë, sot do sa ne ka dëshu për shkak të natyrës së luftimit, po në esencë, elementi befasis është element vendimtarët. Allahu për dhe me ju kalëzu këtë njerëzve. Se aja që ka njerëzit duhet me ditë për Zotin që dhe Gjelalu është, se Allah është i gjithdishëm. Në këtë që ka thuni, bëni, veproni, e din Allahu që dhe Gjelalu. Ma dja e ka të saktu, nuk keni ku me shku, të rrethuar jeni. Do në di Allahu Gjallahu është aje që duhet me të gjënzu. A i din, pra dhe gjënzahu.
Pastaj caktimi Allah të në lëzër, me qka ka lidhje? Ka lidhje me emet, më thash, emet Allah dhe më rëndësi shumë, pse fundi i surës të regon se qëto është baza e shpëtimit. Emni, kër Allah thot me kader gjithë shka, emni Allah el alim, pastaj emni Allah el hakim, gjithë shka është në urtësi, gjithë shka, së është rasisht që ti ke besu e tiju, ka urtësi këto, së është rasisht pse Allah e ka dënu popë në lutit shtut, e themudi shtut, këtë është me urtësi, nuk është na qëllun të gurë që të ju gjytëm, nuk o kështu, a kuptove, nuk është për shambull, ma si faroni e të deti, u të është me deti se s'kishë me qka me mytë, jo vlazën, nuk o kështu, e ka qëti kur të deti, edhe këte ka qëti kur atje, këtë është me urtësit Allah, gjithë shka në vend vetë, e kë jep me kuptu se imposht të një, o njëri, në s'ki ka shkan, të mush më rebelu, mrena një hapsiri që të ka e pa Allahu Gjellewala, po prap qka ki me bo, prap Allah thot, që ku e kom di se ki me bo, që pse e ki bu këtë pun, imposhturin nga gjitha aspekt, nuk nëbetet pës që të dërzohesh vullnetshëm, para se të dërzohet dhundshëm me dënim gjehenem auto. Që kjo është kaderë. Pastaj, mohimi juaj, a është mbrana lejes apo jashtë lejes? Allah nuk e dënë mohimin, ama ka leju me ndodhë, pëse dunja është provë. Nga se një nga komponent e rëndësishme të kaderit është dija Allahut, e ka shkru, pastaj e ka leju, nuk e dënë, nuk është i kënaqur, ama e lejan për shkak të sprovës dhe urtësisë që Allahu xhallahu ala dim pse duhet më ndodhi një punë e tillë atë. Prandaj të ndrozë nëse shejtani mësuesi i krejtëve apo mësuesi i krejtëve e din se është mbrëmja kontrollës, s'ndel Allahu. Me leje bën, veç pa leje s'bën. Ai vetë këtë punë e din. Madje me leje e din se kamet. A i tha Allah të zhjën, fa envirni, a më jep leje, mos me dek. Me leje kemet. Ju tjertë, qka mund bëni pa leje, pëtën? Qka mund bëni? Mësuesi ju e din që me leje bën shërë. Me leje është. Pa leje të Allah të vëlloj së në mënë kërkush. Asë nuk beson kërkush. Pastaj gjithë shka ka kryu Allah të zhjën. Kryu se, a i ka kryu, pëtën. A i ka kryu. Kush të ka kryu gojen që me te për më hënë? Allahu Azza Jall. Allah e me do është të mbyllë. Për këtë arsye të jeshe se sa të dobët e të varfër, e gjynzuar, e të rrethuar janë refuzuesit. Andaj Allah tha inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadar. Edhe qadar e ka kuptimin e, do të thonë rregullimit perfekt edhe gjithçka është me masën e dorë. Të ndërruazër, Allahu Xhallahu Ala u ka lejuar njerëzve të rebelohen. A mund të rebelun sa dojnë? Sa dojnë ata? A mundën? Ja, bi kader. Që ka që mund shme bu kufar, ma shumë së mundësh. Që ka që? Që ka që mund shme shprej u rejtin, që ka që ma shumë së mundësh. E në të kufizuar në veprim, po apëta. Nga se faraoni që ka tha? Ja Haman, o Haman, ibni li sarhan, do shkon dreqmi e të gjitë në nalt e unë e kom punë me Zotë Musajt. A unë gjitë? Ku shkej faraoni? Unë gjitë po në dhej poshtë, në fund në drinat e detit. E mori Allahu Azhjebe. E sot dënë të japëta. Pashamu në njëra mund të jetë i rebeluar sot dënë me jetë. Do të sot e 300 vjetë që të më kjeni. Edhe nuk lejej sot e 300 vjetë unë e ju këtë vend me bo gjamija, pëtëm. I u shkuaj, e djali vetë, e nipi e gjamija, o mete, u ndërtuovë. A qështu? I kufizumi, edhe në refuzimi i kufizum, edhe në rebelimi i kufizum, se gjithë shka Allah e ka bubi kader, gjithë shka ka masën e vetë, i ka kufit e vetë. Ma dje edhe në kuptim pozitiv, gjithë shka ka bu Allah me masë, që ka prezencë e ujtë, prezencë e oksigenit, prezencë e me masën, distancë e djelit, apo pesha e tokës, pesha e njërit mbi tokë, gjithë, e shumë tjera, e që me caktim të Allah Gjellohan, kuptim të urësisë. Andaj, këto të regojnë se njëri nuk ka ka t'jam bon pas të amadhënën Allah Gjellohan, pas të besën Allah Gjellohan. Për e kjo është një argument shtesë, që Allah Gjellohan e përmend për njerëzit që mos të ndikin rrugën e rebelimit, rrugën e refuzimit, por të ndikin rrugën e
në nështrimit e përrush ndaj Allahut mëdhur që gjithçka është në dorën e tij dhe nuk ndodh asgjë pa lejen e Allahut xhallahu ala. E Allahu thot: "Wa laqad ahlakna ashyakum fa hal min mudakkir." Ngjajsh me si ju i kena shkatruar përpara, a jeni që merrni mend? Prapë këta, ju kena njëjtë si ju në kohë, madje më të fortë se ju, më të organizuar se ju. I kena shkatruar. Fa hal min mudakkir. A merrni mësim të vazhdueshëm në pësimet e njerëzve, në dështimet e tyne, në rrëfimet keqardhëse për jetën e humbur, në eksperimentet caktuara, merr mësim. Ka kaluar sa vite, madje ndoshta edhe u burgos fatkeqësisht për kauza të dështuara, sot kanë me lat dieta më ka shku pashtë të ngu filonin. E si do të ketë qëra ditë gjykimit, merr mësim, të helmi mund dekir. O kulle shenjë faaluhu fi zubur, Allahu tha, gjdo sen që e kanë bërë alësht, ka qenë e registruar fi zubur, lehu i mahfudh, me detalet e komentit, po shkaj ka funi, Allahu tha, o kullu sagirin, o kebirin, mustatar, edhe gjdo e vogël edhe e madhe, është në reshtë e shkrume. Shkaj e ka përme Allahu dvoglën, se njerëzë akërështë dvoglet i lojnë, e ke pa dhe gjukimit kanë qudit njerëzët, hajtë për të mëllat e këmë di që shkune, ma dvoglet. Ja uajleta, ma li hadhil kitabi, la ju gadiru sagireten, wala kebireten, illa hsaha. Mirë për mu, që ka kjo liber që, apo, nuk kalon as dvogl e lërë më të madha, pa registru dhe pa shënuavën. Allah tha, ka jetë ka mu shënuavën. Edhe jo që vazhdoni me jetu në rebelim, edhe jo që vazhdoni me jetu në kryenitësi, dhe mendoni se i keni shpëtu dënimet me ershme, e regjistruar gjithë shka. Edhe jo besimtar, nuk hum kurgjë nga puna juaj, nga sakrifica juaj, nga angazhimi juaj, asgjë nuk hum, gjithë shka e regjistruar. E pastaj, Allahu xhallahu ala përndoj surën me një tash narracion komplet tjetër të asaj që ishte sura deri më tani. Një rrjedh komplet tjetër. Që nga fillimi të ndërlozët, deri në fund, që nga fillimi deri në fund, sura ishte në rrjedhën e përgënjeshtrimit, mohimit, rebelimit, kundërshtimit, diskutimeve, debateve, kështu me radhë, dënimit. A ishte kjo frima surës? E në fund tash pak qiret havaja, tash vjen disponimi, e Allah thot, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. E atë devotshmit, ata që kanë pas frikë Allahun, ata që kanë njoftë Allahun xhallahu ala, ata që kanë njoftë caktimin e Allahu xhalla xhelaluhu, ata që nuk kanë arsyetuar me caktim të Allahut në veprim të mëkateve, po e kanë kuptuar se kanë përgjegjësi për punët e tyre. Këta janë në xhenete. E çka është xhenete? Pse ka përmend shumë si në xhennet? Do ta shpjegojmë surën Ar-Rahman. Vëzhdim, atje Allah e detajzon xhenetet. Çdo xhenet e ka detajzimin e vet. Në surën Waqia, eta surja Ar-Rahman e Waqia është sur pak më relaksuese nga se dominon fryma e xhenetit, e shpërblimit, e përgëzimit. Andaj kjo është ofertë për rreshtim, ku po don? Sikur do me konti. Ku do të pozicionohesh? Argumentet janë të qarta, provat janë të sakta, janë të vërteta. Ku është pozicionimet ato? Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Devotshmit, ata që kanë pas frikë Allahut, takwa, ata që argumentet u kanë shtu besimin, argumentet ja kanë shtu adhurimin, jo arsyetimin, që ta janë devotshmit. Sa më shumë e njohin Allahun, kanë frikë më tepër. Dhe frika pastaj shpihet tek nënshtrimi, adhurimi, përjetimi i adhurimin dhe Allah xhallahu ala kështu më radh. Çta janë devotshmit? Këta janë xhenete wa nahar, edhe në lume të bukur apo. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Maq'adu sidq çka është rrezë? Maq'ad i ka disa kuptime. Një kuptim e ka domthon kolltukun ku ulesh. Pozicionin që e meriton. Domthon vendin ku kimë kohë. E Allahu azza jall mas lodhjes së besimtarëve, mas angazhimit, përpjekjeve, Allahu keni më ul. Po jo në çdo vend më ul japën. E keni ulë të posaçme.
I tha Allahu maq'adu sidq. Çka është maq'adu sidq? Maq'adu sidq ndërsa është domthon do të ulen në koltukun e sidqut, të vërtetës. Këtë jetë ju ka shku duke e vërtetu që ka thënë Allahu xhallahu ala. Dhe të janë shpërbly me një koltuk të tillë që realisht përfaqëson dhe manifeston vërtetësinë e pohuar gjatë të jetës së tyre ato. Andaj shiko, ulet tek Allahu xhallahu ala nuk bëhet në poste asnjë gradë në dunjë, përveç mbi bazën e vërtetimit të asaj që Allah e ka dërguar përmes pejgamberit alayhis sallam. Sa më tepër bindjen këtë vërtetësi tek Allah më i lartë apo. Dhe çështja është me vërtetësi dhe me bindje që ka prodhu besim e nështrim e adhurim. Në basë të saj kanë mu përcaktu ullëse tek Allahu xhallahu ala. Maq'adu sidqin të nërëzër është një koltuk që realisht që aty kime pushu, që kjo është ullje e vërtet. Çdo ullje në dunja që ke pas, apo realisht ose s'ka përfaqësu që shduhet, ose s'je ullë ku duhet, ose se ke marrë atë që meritan, ja tash Allahu të jap atë shumë ma tepër se që ti e meritan. Maq'adu sidq. Edhe në kuptim të trekatë në dunja je ullë në shumë karrika nështë ta, po s'ke mujtë me letë gëtë në të karrikë. Ja të ka njekë për mes, apo ndaj procesit saktuar, ja të ka njekë për mes ndryshimit sistemit saktuar, ja të ka jekë me leku i dekës, që dykon veç me leku i dekës jekë për karrika, po jekë në fund, e jekë. E Allah o thotë, karrika që unë e kom e të ullë, është karrika ku? Inde melikin muqtedir. Melik, pasëtaj e jamja është, e kërkujna, edhe muqtedir i gjithë fuqishmi, që s'ka kush e konteston gjykimin e ti kur vendos, ti mull me një karrik, s'ka kur shën pëjsaj më atëm. S'ka kur shën pëjsaj më atëm. Pa një dunja ka mbretër, po s'janë të gjithë fuqishëm, nuk janë të gjithë pushtetshëm, nuk janë. A i suneru karrikin e vetë, jo të fjetarit ti atëm. A mund të kush me thonë një mret, ose kretamon, unë që thotë s'ka kur shën. Këve që thotë, po në pas ty kur shën as mua, po ty të kanë me të qu. Se realisht, pa u qu dikush, së në ullit dikush, apëton. Andë për mu një kretarë, është një para ti mu qu, apëton. Dë të si nëzëm e i karrik, apëton. Dunjeja që shtë, apëton. Nërsa Allah o thotë, ti ki mu një karrik, ku s'ka mu qu, apëton. Andë edhe, këtu kanë qenë fjarët e fundit, që Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ka vdek në Kalan, ku ka qenë një burgosëm, apo nga sa ata realisht s'ja ka një pozitën e merituar. Fatkeqësisht apo. Një dietar me ato përmasa, me atë profil, është burgos, është kufizu që ta shpret dijen që e ka. Prandaj edhe shumë ajete që i ka komentuar, i ka shkuar në mur me gurin që ka pas, domethënë, mbrenda dhomës së burgut apo. E pastaj i kanë marrë ajetet e i kanë si lloj dëshkrime e i kanë kryer në flete e libra që sot janë transmetuar. E ai ka vdekë që shtatëm, me qëtë innal muttaqina fi jannatin wa nahar, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, dhe vëshmi dhe t'jenë gjennete edhe në lumej, të ullë në koltuqit e vërtetësisë me hak që Allahu a ka dhenë të i gjithë poshtetshmi edhe i gjithë fuqishmi. Andaj të ndërëzër edhe në fund, ashtu si ko që e përmana, që ka Allahu xhallahu ala e përmbyllësur me emnat e ti jetën. Edhe kjo është, dëmonë, surja e vetë me ku përmanet emni dhëtë muqtedir. Gjithë ku është kadir, muqtedir. Andaj keni pa që gjithë kënë surët e mërshme është lidhë me emnat Allahut udhëzimi njëri të fanë. Kuptimi emnat Allahut e rrezak ka lidhë me ibadetin e tonë. Po, në surën Dhariyat, në surën e kemi përmanë, në surën e Tur, Berr, Ar-Rahim, emnat Allahut që i kanë mi përmanë dhe gjukimit Allah. Këtu melikin muqtedir, i gjithë pushtetshmi, edhe dëshmit e pushtetit të pakundësshëm të Allahu xhallahu ala, i gjeni në histori e sot e gjithmonë. Prandaj i mençur tha që i bindet Allahut azza wa xal me dëshirë me vullnet e ndjek udhëzime që të nderohet dunja e në ahiret, e pa dyshim se të rrozër kthimit tek Allahu azza wa xal dhe ndjekja rrugës së Allahu xhallahu ala nuk është tjetër pos mëshira Allahu xhallahu ala e dhurat për të. Prandaj edhe pas surës El-Qamar vazhdon surja Er-Rahman për treguar Allahu xhallahu ala se
gjithçka është nga rahmeti i Allahut dhe kujdesi i tij për robët e tij. Prandaj ai që përfiton nga mëshira e Allahut xhallahu ala, ai udhëzohet. Ai që refuzon mëshirën, refuzon gjithçka të mirë që ka mundësi më ndodh në dynjë e në ahiret. Allah na boft nga të fundit, nga ata që vdesin me bindjen në Allahun xhallahu ala, të përkushtuar atë nështuar ndaj Allahut xhallahu ala, e na boft Allah nga të nderuarit ditën e gjykimit në koltuqet e nderit e të vërtetësisë edhe të shpërblimit nga çat koltuqe e shojmë Allahun azza xal, e nderohemi me këtë pamje po edhe të Muhamedit alayhi salatu wasallam dhe me shoqërinë e mirë në xhenetin e Allahut xhalla xhelaluhu. Me kaq për në surë Al-Qamar, alhamdulillah, vazhdojmë tutje me surën e radhës. Zoti ju shpëleft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.